Shkruan Myslimu Rizi. Një Europë e ndryshur nga burokracia, e kalbur nga korrupsioni dhe e kapur nga zagaret e Sorosit, nuk mund të jetë as e fortë as e dëshiruar si model për çdo qytetar të vendeve që aspirojnë të jenë pjesë e BE-s. Për fat keq, në Shqipëri prej 20 vitesh Europa ka sjellë si komisioner për zgjerimin apo si të dërguar special vetëm fundërrina të këtij lloji. Duke filluar nga kjo monster, një bastarde hajdute me gjysmën e familjes në burg për drog, të një debileje dhe idioteje funksionale si Tanja Fajon, një ish komunist slovak dhe spion të KKB-s si Miroslav Lajçak, një duduk si Oliver Varheli dhe së fundmi një transgjinore histerike si Marta Hirakosi. Këta janë fllëqësirat që japin opinione, bëjnë raporte dhe shprehin mendime mbi funksionimin e shtetit ligjor dhe me nder demokracisë në Shqipëri. Këta që Albani kanë çmim dhe blehen nga pushteti si mall tregu, sepse janë ordiner si qenie njerëzore. Për fat të keq dhe SBA ka dërguar prej 20 vitesh në Shqipëri si ambasadore ordinere pazarli, si Don Luja i Bankers Petroleumit apo Yurikimi anijeve të Bangladeshit. Ndaj e them shpesh që nuk kam asnjë respekt për çdo të huaj me punë në Shqipëri. Për faktin se janë mall i jashtëm nëse e shoh që i blen pushteti dhe i përdor si mercenar kundra shqiptarëve për interesa të veta. Ky reagim i ashpër i ish deputeti demokrat Myslimu Rizi vjen menjëherë pas arrestimit në Bruksel të ish zyrtares së lartë të Unionit, Federica Mogherini, për korrupsion.